Përshëndetje shikues të nderuar, rikthehemi me podcastin Arena e Yjeve, sezoni i dytë i podcasteve, prodhimi i Telegrafit që transmetohet çdo javë edhe në RTV Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Loftë pa prezantu musafirin e parë këtij sezoni, mos harrojmë të falenderojmë sponsorat tan Golden Eagle dhe Ermyni, ndërsa me neve i ftuar është trajneri minor Bylbyl Sokoli. Trajner, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Mirë se gjeta, unë njoh juve si njohësit mirë të sportit e sidomos të futbollit, kështu që unë jam i nderuar që keni ftuar, kështu që besoj që do të trajtojmë çështje që janë atraktive para së gjithë. Për profën s'ka shumë nevojë për prezantim, është një prej trajnera më të njohur, jam bo gjysmë shekulli që me futbolli. Edhe si trener ka shumë vite, për zgjasë i përfaqësues Kosovës ku më të vështira dhe ndjeri, po dhe drejtuesi klubeve më të mëdha në Kosovë. Profa po na tregon çuçi ka nis dashuria jote për futbollin. Po të kthejnë kopa. Pse si çdo fëmijë që në kohën time kishte ndoshta vetëm të lodër që ishte topi dhe na jetonim në periferit qytetit, aty ishte fusha e futbollit, ne ishim 5-6 vllazën dhe kryesisht lojën e bënim bashk. Pastaj aty ishte një klub i futbollit, u antarsum, të gjithë vllazët kemi luajtur për ekipin e Rahovecit, unë kam lind Rahovec, fëminin e kom pas në Rahovec. Pas një kohë, domethënë në moshë tre, kom kalu në Obiliq. Po. Domethënë atëherë është qujtë me një shkurtesë. Po, këtë më Po, çfarë dëshirë. Menati Zeftaroj Po, Kimik Kosova dhe Obiliqi dhe atëherë ky ekip ishte edhe në ligën e dytë federative të Jugosllavisë, ishte një prej ekipeve më të fuqishme. Qëndronte mirë. Unë kom pas nderin fatin tash kur derisa kom qenë në Obiliq me luajt me një emër të madh të futbollit ton, me Luan Prekazin. Luani ishte ka fundi i karrierës kurse unë ishte në fillim. Dhe bindja ime, ndoshta tash për shfrytëzoj rastin, më thonë që Luani ka qenë një prej futbollistëve më të mirë të ish Jugosllavisë. Jo vetëm të Kosovës, por me siguri prej më të mirëve të Kosovës, është shumë vështirë me shi, unë mendoj më i miri, por sido që të jetë Luani ka qenë një emër i madh. Nëse duhet me qujt dikend legjend në këtë moment për futbollin, mendoj se Luan Prekazi e meriton këtë epitet. Sido që t'jetë, po mendoj se kjo periudhë ishte interesante për mu, sepse pata mundësi me pa futbollistët yje të mëdhaj që trajnerat të mëdhaj të cilët erdhen në Obiliq atë kohë. Edhe kështu ishte ajo pjesë të fillimi, pastaj kalimin të Trepça, pastaj ishte një lëndim shumë i rëndë, madje kthimi te Rami Sadiku si futbollist, po ashtu në ligën e dytë federative, hyrja në ligën e dytë federative, me emra të mëdha të futbollit aty brenda ekipit, ndoshta emrat të gjithëve s'më kujtohen, po Kelmend Muhaxhiri, pastaj ishte Muriqi, ishte Said Kelmendi, ishin edhe disa Logja, ishin edhe disa futbollistë tjerë, të cilët treguan lojëna shumë cilësore në ligën e dytë federative të Jugosllavisë, sepse në ligën federative të Jugosllavisë, ligën e dytë nuk ishte lehtë të luajë në atë kohë. Na patëm një ekip shumë cilësor dhe kështu vazhdoi, unë pastaj vazhdova me Rami Sadikun dhe lëndimi dorën zemër më pengoi në kulmin e karrierës në moshën më të re. Pata 3 intervenime në gjurin e djathtë, domethënë me dëmtimin e meniskut, ligamenteve, dhe kështu. Sot lëndimi ka kalu, por në gjurin e djathtë kom një endoprotezë, që më ka mbetë si kujtim, që e kam ende, dhe me shëndet jam shumë mirë, ende muj me demonstru mirë, muj me pasu mirë, me komën të cilin e kom bë operacion, të cilin tashti me që jemi këtu nuk dëshoj me bë reklam, por Qerim Kida ishte një kirurg që intervenoi në mënyrë perfekte. Qerim Kida ishte një mjek i cili, një kirurg i cili thuja se të gjithë sportistët që patën probleme me gjurin
unë i drejtoj të Po, ekspertët tanë, sepse shumica e tyre dëshirojnë me dalë jashtë vendit edhe si disi nuk i besojnë, sepse kemi shumë lëndime sportive. Intervenime që i ka bëu Qërim Kida, të gjitha futbollistë janë kthy, është shumë e rëndësi. Kjo pjesë dhe është shumë e rëndësi, prandaj ju sugjeroj që ta keni edhe Qërim Kidën e kemi plan, gjithsesi. Në mënyrë që ai tërfej për shumë futbollistë cilësor, të cilët sot luajnë në Evropë, mes në tyre edhe është Ermal Krasniqi, të cilin unë kam sugjeruar dhe aty është kryer intervenimi, sot Ermali lund për ekipin e Kosovës, për kombëtarën, për fasuesen, seleksionin, si të doni thuni. Dhe bune transferimin Legja në këta fat. Ishte afër, më duket. Ja, u shku Legja, u 5 fatës Legja. Mendohet të Rahmani që dështoj ky transferimi në Lille, më duket, apo në Olimpik. Në Lyon. Olimpik Lyon, po. Dhe këta janë, domethënë, pjesë e sportit, në për cilën kam kalu unë, dhe pastaj pas kësaj pjese të karrierës si futbollist, kur jam te endopërtezën para 2 viteve, kam vendosur sepse për shkak dëmtimit gjatë gjurit, më është dashur gjithsesi me intervenu në gjurin e djathtë, pas eliminimit, pas hjekjes, largimit të 2 menisqeve të cilët janë dëmtu, është dashur me intervenu. Por pas karrierës e futbollistit, fatkeqësisht situata u përkeqësu në Kosovë, u uzurpuan të gjitha stadiumet dhe unë isha pjesë e gjeneratës që më takoi fati që të jam pjesë aty, dhe si unë edhe si të gjithë pjesa e gjeneratës, edhe unë u bashkangjita asaj rezistencës, konsideroj se ka ndodhur ajo që është dashur të ndodhë, ne dashur me ndodhë me organizu, me vetë organizu. So ka qenë vështirë prof mu organizu ekipët, klubët, garat, kur e dim që në ato veç ka ndodhur ato mosat e dhunshme, edhe jo vetëm sport kur u ndo liga, po edhe në përrandet punës. Unë vetëm e kom kry detyrën time si pjesëtar i komunitetit sportiv, asesi nuk mendoj që kom sakrifiku, apo kom në një privilegje këtu, unë kom qëllu në kohën e caktuar, në momentin e caktuar dhe në vendin e caktuar. Është dashur, unë mendoj se të gjithë sportistët, kushdo që kishte me vepruar njësoj, kjo është obligimi ynë kombëtar që kontribuojmë për vendin tonë, dhe unë mendoj që kam qenë pjesë e komunitetit sportiv, edhe pse shumë shpesh po shtyhen kush i pari, kush i dyti, kush ka qenë aty, kush ka qenë këtu, unë mendoj se të gjithë kemi dhënë kontribut, pa dashur me përmend në për çfarë sakrifica kemi kalu, çfarë dhune, çfarë represioni, e dini që kemi pas rastin kur sportistët në muin nëndor dhe torë, kur garat janë zhvillu, i kanë gjvesh bukfalisht me brekt, i kanë duke ka qenë në Lipjan, ju kanë marrë këpuc edhe me brekt shkurta dashtë në përqytet në kohën kur ka qenë temperatura -2-3, duke të kështu, edhe në përqytet i kanë largu që me pa masa në çfarë gjendje janë. Ka ndodhur edhe mu me ekipin e Kekut me na largu nga një pjesë e fushave të improvizuara, sepse në fushat jo se jo, po në fushat improvizuara nuk na kanë leju, por kjo pjesë e jonë është edhe është dashur na me dhënë kontributin në këtë drejtim. Unë atëherë edhe kam qenë edhe përzgjedhës i Kosovës, domethënë pas Ajet Shoshollit, dhe ka qenë vërtet të vështire pa mundun ndonjë organizim cilësor apo ku kërkohet cilësia. Ka qenë para së gjithash detyrë jonë të mbijeton sporti jonë, të jemi prezent një pjesë e madhe e sportistëve edhe janë largu për shkak represionit, disa për shkaqe ekzistenciale, kurse unë kam pas obligim se isha edhe profesor në universitetit, isha profesor në fakultetin e edukimit fizik dhe sportit, isha aty si ligjërus dhe kisha obligim të jem aty, po edhe njëkohësisht në pjesën e organizimit sportit ishte i domosdoshëm
obligimi im që marr pjesë në organizimin e mirëfill. Në kushtet e improvizuara, do të thotë kemi pas planin A, planin B, planin C. Nëse na ndalojnë fushat e mëdha, ka qenë ideja të zhvillohet edhe në fushat vogla. Nëse ndodhe në fushat vogla, ka qenë ideja që të zhvillohen në formë të turnireve gjatë festave, por gjithsesi në fund të shpallet kampionati në këto kushte, por kampionati ekzistonte dhe kampionati duhet përfundonte. Dhe në informatorin që çdo të premte në qendrën e Lidhjes Demokratike shpallej ishte si fletushk zyrtare, shpallej fituesi, shpallej kampioni, ishin lajmet e cilet u përcjellnin edhe ku kuptoj se një bota merr vesh se ne jemi të organizuar, kemi ligën tonë dhe sportin tonë dhe nuk kemi hek dorë prej organizimit institucional, sepse mbrapa kësaj qëndronte shteti ynë atëherë dhe përkundër sakrificave, përkundër represionit të paparë në atë kohë, ku një pjesë e sportistëve ishin të rrezikum edhe me jetë. Na arritëm që të mbijetojmë, ta kemi institucionin tonë dhe përfundojmë kampionatin deri në fillimin e luftës. Trajneri, çfarë emocione janë konë ndeshjen e parë zyrtare për pas më vetësimit ligës Flamurtari Prishtina, ti ke qenë trajner ndeshjen e parë kur ka fillu kjo një fitore 3-2 as në Dimenes, po ishte 3-2 ka fitu Flamurtari edhe Flamurtari kishte ekipin e fort, po edhe Prishtina kishte ekipin e fort. Prishtina sapo kishte dhe ndërheqje largu nga kampionati organizuar nga shteti serb. Na ishim në përgatitje si për kampionatin e Kosovës, edhe erdhi përfundimi që Liga e Kosovës duhet të filloj dhe gjiro e parë me short takoheshin, nuk ishte shorti Kurdisun sa di unë, por ishte short me tërhekje. Ishin në fillim 22 skuadra, mandej disa skuadra largu hekën dorë, mbeten në 18. Tashti muj me gabu plus minus, sepse është 25-30 vite, muj me gabu në ndonjë ekip, se dikush me nxit pret me gjetë ndonjë presje, sepse dikush mundet me u prek, me thonë s'kan qenë 18, kanë qenë 16, sepse vazhdimisht për shkak represionit kishte tërheqje të ekipeve, por kishim një 18 skuadra të cilat do të fillohej kampionati në kushtet çfarë mund bën, kishim planin A, planin B, edhe planin C. Domethënë të tri plane ishin prezente. Kishim një këshill profesional sportiv ku përbënin profesorët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit, kurse kupolla apo pjesa organizative takonte Federatës së Sporteve në krye me Ali Latifin atëherë. Domethënë ai ishte kryetari i Federatës së Sporteve, mandej kishim antarët Federatës së Sporteve, ishin Federata e Futbollit, Handbollit, Basketbollit, edhe shumë të tjera. Domethënë kjo ishte. Edhe në takimin mbajnë mend në lokalet e Flamurtarit, vendosëm na edhe që të fillon kampionati dhe pastaj dul që do të lunë Prishtina edhe Flamurtari dhe interesimi i madh ishte edhe nga të gjitha viset shqiptare dhe nga Maqedonia, patëm thirrje telefonike që do të vinë në lojë, sepse fillon kampionati i pavarur, fillon kampionati i pavarur i Kosovës, i Republikës Kosovës definitivisht dhe kishte interesim shumë të madh edhe pushteti atëherë priste që kampionati të luhej të shtunën ose të dielin. Kurse ne u takuam të njëjtën në mbrëmje dhe vendosëm që kampionati më nesër ta zhvillojmë ndeshjen, ti befasojmë, sepse gjithë pritnin, po, të premten, edhe unë e di saktë këtu, se kam qenë pjesëmarrës aty, sepse shumë shpesh flitet edhe përmendet se si është organizuar, kam qenë aty. Domethënë ndeshja është zhvilluar të premten dhe e di që Ismail Kosumi ka qenë gjyqtari kryesor, e di që gollin e parë ka shënu Errol Saliu, rezultati ka qenë 1-0, 1-1, 2-2, 3-2 ka fitu Flamurtari. Tashti
për shkak rivalitetit, rezultati ka qenë shumë i rëndësishëm për Flamurtarin edhe për Prishtinën. Dhe ka pas aty rivalitet, ka pas fërkime në momente, sepse përkundër situatës, ndeshja historike ndeshja historike dhe kjo ishte ndeshja e parë. Emocionet kanë qenë të papashkrueshme, për arsye se ndeshja fillonte me intonimin e himnit kombëtar, në garderob kishte eufori, kishte shumë aplaudime, kishte shumë emocione, shumë motiv, se rezistencia jonë po fillon veç, sepse mendoj që disponimi dhe i sportistëve ishte që ti thot stop asaj mënyre me cilën pushteti serb u mundohet na joshte që të marrin pjesë me lujt në ligën e tyre. Njëkohësisht represioni ishte në nivel shumë të lartë, po mendoj represioni ishte qaq i madh saqë kishte elementet friksimit. Atëherë ishte situata kur numër i madh i ushtarëve të cilët ishin në Jugosllavi ktheheshin në arkivole, i vritnin në ushtri. Ishte një atmosferë kurse dasma nuk mbaheshin për shkak të këtyre rasteve. Kishte shumë popullata, ishte shumë zishëm, sepse për çdo ditë nga një kufom vinte prej qyteteve të ndryshme, dhe kjo ishte atmosfera, por motivi mrenda i lojtarëve ishte jashtëzakonisht i madh që të rezistonim në këtë pjesën e mbjestesës tonë, që të sigurojmë që megjithatë ne kemi një ligë tonë në shtetin tonë. Profe, moj me një po mos harroni se fillimi edhe krejt çka flasin këta, çdo gjë që është bë në betimin që një ditë do të kemi një ligë unike, që një ditë do të bashkohemi, do të kemi ligë së bashku me Shqipërinë. Këta që flasin që mendojnë që tani na e kemi ligën tonë, që kjo tash kështu duhet me shku, janë pallavra. Unë kam qenë pjesëmarrës të çdo gjë që ka qenë që një ditë do të bashkohemi edhe do të kemi një ligë unike shqiptare. Një ligë shumë e fortë shkon. Ja, më bo. E moj me një bisedë, të regon kër u reorganizu shkolla e Dikorrikut gjatë qasoj periude, kër je shku dhe i ke pas shumë fëmi, ke thonë, ky vend nuk dorëzohet edhe ka me pas gjithë futboll. Qyshe kujton atë kohë kur për me Dikorrikun kushte shumë të vështira ka arrit me organizu një shkollë model. Shishon, represioni ishte shumë i madh, edhe nuk kishin sportiste, ishte shumë problem kjo. Edhe na erdhëm përfundim që edhe përkundër krejt kësaj na do të përtrim gjeneratat. Edhe pronëm një vendim që nga shkolla me të Bajraktari, atë që ishte afër, shpallëm gjithsesisht përmes profesorëve të edukatës fizike, thamë që të gjithë fëmijët që janë të interesuar me lujtë futboll le të vinë në Dikorrik nalt në fushën po në Arvris. Edhe tash na kemi pritë se do të vinë 50 vet, 100 vet, edhe unë mund me thonë se hiq ma pak se 800 nxënës kanë ardhur për shkollave tjera, dhe aty ka qenë 800 vet, që ishte punë e madhe. Në të njëjtin vit Serbia kishte shpall një kampanjë për regjistrimin e 1000 futbollistëve. Për viti ku duhet me regjistru 1000 futbollistë ri. Kurse na brenda ditës i kemi të but 800 për një ditë. 800, edhe për aty në 800-ve kemi seleksionu, jemi mundu me mbajt pjesën më të madhe, dhe kemi fillu, edhe ka qenë në atrakcion. Pastaj kemi pajis me ngjyrat e Dikorrikut. Ngjyrat e Dikorrikut kanë qenë ngjyra e kaltërt edhe verdh. Pse ka qenë e kaltër dhe verdh? Tash ndoshta pak kush e din, edhe s'është përmend asnjëherë, që unë po i them se atëherë ishin ngjyrat e Evropës. Ishte si tendencë që Kosova dëshiron të jetë pjesë e Evropës. Kjo ishte. Kurse në simbolikën e Dikorrikut, nëse se keni, janë dy kokrat grunit. Janë dy kokrat grunit që simbolizojnë muin korrik edhe korjen e grunit. Do më thonë, ka pas atë simbolik, kurse ngjyra e verdhë është ngjyra e Evropës atëherë. Ishte në 92-shën, ishte shpallë si viti i bashkimit të Evropës. Do më thonë, kjo është tendencë, kurse Kosova vazhdimisht pretendonte të jetë pjesë e Evropës me këtë synim. Dafërsisht kjo ishte ideja. Edhe
kemi pas numër të madh nxarshme, pastaj i seleksionuam ata në për grupe, edhe kemi pas grup moshe, secili trajner ka qenë udhëhesi i grup moshës, dhe pastaj dal nga dal kemi organizuar një turne me dy korikun për dy korik në fushën tonë, dhe mandej duhet me përmend Çekun e Prizrenit, kemi shku në Prizren, kemi hapë një shkollë Prizren në Prizren, duhet me përmend se mandej kemi insistu edhe në Gjako, edhe kemi hapë edhe në Gjako, dy koriku i ka hapë, na kemi insistu edhe kemi ftu në turneun e dy korikut, ata kanë ardhur dhe dal nga dal kanë fillu të hapen në disa shkolla, aty s'kaj është hapë edhe Kosova e Prishtinës, edhe kështu kanë fillu edhe klube tjera, filloj masolizimi edhe filloj të rritet numri deri në fillimin e luftës, do më thonë gjithë kanë qenë aktiv. Trajner profën, ke qenë edhe trajner i reprezentacionit, do më thonë këtë kohë vështirë, sa u konë vështirë me grumbullu ekipin. Tregove pak a shumë që edhe për klube ka qenë njëjtë, po reprezentacionin është ju ka dhimbtë edhe ma shumë se organizimi i ligës atë kohë serbëve. Sa ka qenë e vështirë edhe që shkojtën atë kohë? Unë tash me siguri kam një met borç shumë jam që duhet mi përmend, sepse shumë shpesh kur dalim edhe i përmendim, po kur dalim edhe nuk po i përmendim një person cili ka dhënë shumë kontribut, vetëm një herë nuk e kom përmend, ma ka zonë për të madhe që se kom përmend, kështu që unë tash po jes borç shumicën sepse kjo punë nuk është bo me individ, është bo me një numër shumë të madh të entuziastëve. Unë mujmë me thonë se në për fshatarët na kanë rrujt gjithmonë, kanë qenë kujdes, as policia ka qenë në gjendje lehtë me hinë në një fshat, për shembull ku fshati ka qenë i organizum. Do më thonë, kanë pas kujdes në atë aspekt, ne kemi qenë të mbrojtur prej fshatarëve me një fjalë, po mbështetësit kanë qenë shumë të mëdha, kurse një ekip i kombëtarës, i përfaqësuesës, si të doni quheni, ishte simboli i një ekzistencës diçkafit që përfaqëson shtetin, ajo ishte pjesa kryesore dhe si ishte qaq me rëndësi çfarë kishte ekipi, po edhe na në vërtet fal entuziastëve, fal kontributësve të cilët kanë kontribu materialisht edhe fizikisht, edhe kanë rreziku familjen, kanë kontribu që të kemi një përfaqësues të shtetit. Kjo është e rëndësishme. Edhe na kemi ekzistu sepse materialisht dihen individ të cilët janë disa janë shpërblime mirënjohje, disa harrohen pa qëllim, disa ndoshta edhe me qëllim, ku e di, nuk e di që por pra po them unë kjo ka qenë obligimi ynë i asaj kohe, nuk mendoj që na kemi bo diçka të pazakonshme. Na kemi bo atë që është dasht me bo. Edhe na kemi obligim kombëtar me dalë gjithmonë në mbrojtje, edhe jam shumë i lumtur që para disa ditëve kur kemi fol njëri prej prindëve të cilët kanë vendosur me lojtë për Kosovën, nuk du me e përmend, më ka falemnderu pas një interviste që i kemi dhënë, dhe i kemi thënë që është normë sportive që futbollisti ta mbrojë ngjyrën e përfaqësuesit të kombit që i takon. Është normë sportive. Ju nëse doni me respektoni. Po parim normë është që ai ta mbron kombin që i takon. Sikurse që ka obligim me shku në luftë, ka obligim edhe me lujt për ekipin e kombit që i takon. Kjo ka qenë edhe me Gareth Bale, i cili ka mujt me lut për Anglinë, po s'ka lut për Velsin. Po me gjithë me Velsin edhe s'është kualifiku gati asnjëherë dhe ka kushtu karrierën, dhe prandaj nuk është rastisht kur kanë lut mirë Mesut Özil ka qenë Gjerman, kurse kur ka lut dop ka qenë Turk. Kështu që kjo është pjesë, edhe unë jam shumë mirënjohës, nuk du me përmend sepse gjithmonë po luftojnë me i marrë me rritat, po mu ka falemnderuar njëri prej prindëve që kanë vendosur që të luajnë për të jenë pjesë e ekipit të Kosovës, sepse për mu
futbollistët tanë shqiptar kanë mundësi me përgjedhë ose të luajnë Kosovën, për Kosovën, ose luajnë për Shqipërinë. Kjo është me rëndësi, sepse edhe në Kosovë janë shqiptarë edhe në Shqipëri, dhe ata kanë obligim kombëtar që të përfaqësojnë shtetin, kombësinë që i takojnë. Dhe kjo jam ndi shumë mirë, për arsye se ne duhet me bë atë çka neve na takon. Edhe neve në gjatë rezistencës na ka taku që të jemi në ballë të organizimit, të jemi aty ku duhet të jemi, sepse koha na është imponu momenti, dhe kur gjës kemi bo ma shumë as më pak, por sa asaj që kemi pas aplikim, edhe unë nuk mendoj që kemi bo ku me ditë çka, sepse unë mendoj se luftarët të lirisë të cilët kanë sakrifiku jetën, kanë bo shumë atë përse sa që kemi bo na. Qa kujton ai fragment të atyre të bimëve ose të ndeshjeve? Na i sen interesant. Se nuk u kon let ba. Drejtën me thonë, çdo tim ka qenë vështirësi në veti, çdo tim ka qenë sakrificë në veti, çdo tim ka qenë plan në veti. Ajo çka duhet me mu kujtu, kanë qenë takimet në Tetov, shumë burra të cilët na shiqonin si njerëz që sakrifikojmë ne, ishin në gjendje dhe jetën me dhënë për neve. Atëherë kur ishte loja e parë, domethënë seleksionuesi ishte Bacia Jetë, dhe i pash që ata nuk na lejon të shteti Maqedonët, nuk lejonin me lujt në stadiumin e qytetit, dhe qytetarët e fshatarët e Tetovës prunë në vendim që nëse nuk e lejojnë do t'i thejnë dyrt. Edhe dikur kur pan vendosmërinë e tyne, ata i hapen dyrt dhe ndeshja u zhvillu në Tetovë. Ishte ndeshja e parë, domethënë ai entuziazmi i tyne ishte i paparë, ishte diçka që ishin gjendje me sakrifiku jetën njerëzit. Kjo ishte ajo që më kalon përshtypje, po kem pas shumë udhime, kem pas shumë momente. Ishte një moment kur na ndërpren ndeshjen, edhe ne ishe me autobus, unë isha me Beslidhjen, dhe hyn në autobus policia dhe po pyet kush është tu udhëheq, edhe ata nuk u paraqiten të pyetën kush është trajner. Unë thash unë jam trajner, sepse me u paraqit udhëheqësi ishte rrezikum me burg. Edhe pyet kush, cili ekip, i tham, në tregova, i thash jemi Beslidhja, ekipi, edhe ku luajmë, tham, luajmë në Ligën e Republikës Kosovës. Isha une sinqerte tregova dhe s'kisha qam shef, sepse ata e dinin. Thot, për që jeni ekip, po shohim se e kishim një autobus të mirë, s'di si ka ardhur, ishte autobusi gjermanisë, ishte autobusi më të mirë, nuk e se kuptoj. Për autobusin që e keni mirë në rregull, veç për Republikën e Kosovës s'keni me lujt kur. Ai thoshte kështu. Tash na nuk kemi pas mundësi me ju kundërbu, po kishim mundësi me i thonë në sy polisit që po luajmë në kampionatin e Republikës Kosovës, që ishte guxim për gjithë futbollistët, dhe kisha bindje se edhe ai kishte përshtypja se na ishim gatshëm kacafytemi me ata. Ishte momenti kur ishte pas 2-3 viteve, ishte momenti para, domethënë të shtatën, 97, para se me 98-ën ishte sezoni i fundit para luftës, sepse edhe neve veç na erdhi deri te hunda, se thonë, edhe ishim gatshëm edhe ata shumë mirë vërejtën, ishin gatshëm me futbollistë, me udhësi në ato momente, edhe na pranun që luajmë Ligën e Kosovës, në Republikës Kosovës, edhe u tërhoq polici. Ishte momenti ai që më kujtohet, edhe ishte një momenti kur na ndërpren ndeshjen në Flamurtar, ishin grupet, dhe na morën në polici, për shkak se kemi zhvilluar një ndeshje të grupeve, seleksioneve të grupeve, dhe unë isha seleksionuesi i grupit të Prishtinës, kurse seleksionuesi i grupit të Gjakovës ishte Faruk Domi, sa di unë, por ishte ndihmësi Valdet Hoxha. Edhe kur vjen policia,
kërkojnë cili është trener, edhe si duket dikush i thot në drejtim të Valdet Hoxhës, se marrin Valdet Hoxhën edhe pyesin këtu kush është trener, unë thash unë jam trener. Edhe morën mua edhe në anë policie thot të dytë ju Trahovecit si është e mundën kjo, çfarë marrëveshje është. Kështu që nuk ka qenë lehtë edhe po mendoj që a kemi mujtë ma mirë, a kemi mujtë ma shumë. Në atë kohë presidenti ka pritë dhe fitu se kupjes edhe... Po, atëre privilegji ma i madh është kur ne duhet shkojmë të marrim mirënjohje nga presidenti historik Ibrahim Rugova dhe na ishim të gjithë, ajo ishte privilegji dhe ishte fotografi të cilët unë i kam disa fotografi në gjatë këtyne ceremonive, po është interesant se pjesa dërmuese e sportistëve me nam, me emën, në bashka gjithë kësaj rezistencë. Për shembull, pak kush e din që Lahni Mani ka qenë njëri prej atyne pjesëmarrësve me shumë motiv, ishte një trajner i njohur evropian i kalibrit botnor, që ishte me neve aty, edhe kjo ishte vërtet privilegj. Unë isha dorë në zemër më i ri, por megjithatë ishin kushtet shumë specifike për të vepruar përpos planit, duhet të ishim shumë të zhdërvjellët edhe shumë të syqel deri në çfarë mase mund të provokojmë okupatorin, me fjalë tjera, edhe vërtet ishte situatë nuk e di tash si do të duke. Prof, edhe në vitet pas mejar pas lufte ke qenë trajner e Kosovës, se aty ndeshjet e para tash pas fitores me 30-40.000 shikues. Po, rikthimin stadiume. Ishte ndjenjë shumë e veçantë, shumë specifike. Mund ishte tregon bukur ato me kravata. Ne u rikthy, po. U rikthy stadiume. U rikthym stadiume, mbajtëm një mbledhje edhe për shtyp bashkë me Dosenën. Dosena kom për. Ishte me Shqipërinë. Aty ka qenë një ngjarje interesante. Në kuvendin e Kosovës na pritën kuvendarët, domethënë kabineti qeveritar, edhe kryeministri Bajram Rexhepi ka qenë, edhe na pritën në kuvend, edhe na shkum, pastaj u hap debati, diskutuam, ishin disa inqizime dhe tash i përgjithësi i Shqipërisë Dosena tregonte përvojën e vet, tregonte se ka ardhur me zhvillu një ndeshje vllaznore, edhe ai dinte shumë mirë, dinte për historinë tonë. Të gjithë futbollistët thonin se është një ndeshje vllaznore, luan përfaqësuesja A dhe B, kurse unë i thash që ne do të jemi në shërbim të kombëtarës tonë, sidomos Dosena mundet me përzgjedh lojtarët tonë. Edhe atëherë shkoi Besnik Hasi, se ka qenë lunte për Kosovën, Besnik Hasi lunte në Anderlecht dhe kaloi te Shqipëria. Cana ishte në fillim të karrierës, ishte në përzgjedhjen shqiptare. Dragusha shkoi pas asaj ndeshje. Ishte keq, veprimet s'kan qenë, mendoj unë me vend, sepse na veç atëherë dasht në flamurin e kombeve të bashkuara me kërku pjesëmarrje në garat evropiane, por po mendoj që nuk është vepru drejt në atë aspekt, se na kemi pas të drejtën në një vend i administruar nga Bashkimi Evropian me marr pjesë në gara, por kërkesat s'kan qenë të adresuara si duhet, po kjo është çështje tjetër. Por më kujtohet edhe një moment kur pyesin këta kuvendarët, thonë, hajde përzgjedh si Kosovës, le të vet 1-2 fjalë, edhe unë i thash, unë një mramje, një natë më herët Alban Bushi tha që luan kombëtarja vllaznore A dhe B, s'është me si cila është A, cila B, jemi vllazën, kështu. Edhe unë thash, nuk ajo deklarata qarkulloi në për gjitha mjetet e informimit. Edhe unë thash, nuk kam çka me shtu atë që tha Bushi Mram, që jemi një kombëtare.
Edhe tash politikanët nuk e kanë pa, e kanë mendu se e ka thonë George Bushi. Edhe shpejt vrapun të djera, thonë, kur e ka thonë Bushi, mram, i tash Alban Bushi, jo. Këtu që ka qenë moment interesant aty, po sido që tjetë numëri madhe i tifozërisë, numëri madhe i shikusve. Po, ne kishim frikë që profesusja shqiptare kishte lojtar Lala, Kaplani, Tare, të cilit kishin lojtar të Gjermanisë, Bundesliga, na kishim mbledh futbollistët nga fushat tona në parara që kanë dalë. Fadil Ademi, Faruk Statovci, mos përmende ka qenë ky Abazi Preqevin të prej Ligës Turke atje, pastaj patëm prej lojtarëve Zenun Selimi që vinte prej Ferencvarosh prej kampionatit hungarez, kurse të tjerët ishin kryesisht nga fushat tona, edhe vërtet zhvillum një ndeshje shumë të mirë. Një autogol i Arsim Abazit ishte vendimtar, 1-0 fitoi. Arsimi në emision ka thonë qash shumë kum dasht me orë dhe i kum bo presion klubit, se klubi shumë lirë, i kemë orë se ke skofti zyrtare, së do të zyrtare, ta nashta për që te kum të bo autogol. Dhe sta kum bo ndeshjet mirë. Po, ka lutë mirë. Refer ka qenë Bekim Bauta, refer ndërkombëtar i Maqedonisë i Strugës, edhe e ka rreziku, ka sakrifiku suspendimin e ka referu ndeshin. E na që do të me qenë mirë njohës, e di që ka marrë vrejtje prej Federatës Maqedonëse për shkak se ka ardhë pa lenë, pa dinë e tyne, edhe ka qenë, mendoj ishte pjesë e asaj rezistencës. Unë mendoj se edhe jo pas lutës ka qenë rezistencë, sepse mos pranimi është pjesa më e vështirë e ekzistencës apo gjithësisht. Na de facto edhe pas lutës kemi zhvilluar një kampionate të cilët patë drejt pjesëmarrje në garat evropiane. Toja se ka qenë një farloj, veç një gjyra ka qenë tjetër, sepse edhe ashtu s'kemi qenë pranu. Por ja që tash këtu kemi nesër Kosova me Zvicrën do të fitojnë ndeshjen dhe kjo është tash deri këtu kemi arrit, është kohë me kalu, është dasht kohë me kalu, sakrifica, shumë sakrifica edhe me gjithatë nuk është asgjë e paarritshme nëse jemi gjithë bashkë, nëse veprojmë si kom, unë mendoj që nuk mundet me na dalë asgjë. Prof, e ki edhe një pjesë interesante të karrierës tonë me klubet shqiptare në Maqedoni, ku ke arritë edhe garat evropiane me lu atje me Bashkimin, me Renovën. Që që kujton atë kohë edhe ke marrë gjithmonë futbollist për Kosovë, 4-5 i ke pas me vete atje, edhe ke pas sukseset mira. Ka qenë interesant, për shembull, para se me shku në Maqedoni, ekipet shqiptare kanë hinë në Superligë dhe kanë ra prej Superligë. Shumë shpejt, mënyrë kanë ra. Mandej, unë kom shku një sezon atje, me Shkëndin e Tetovës, ka qenë vendin e fundit në tabel, me vetëm 4 pikë, 12 pikë ka i para fundit. Kurse në sezonën pranverore, s'kemi pas as një humbje, dhe kemi arrit të shënojmë diku 115-16 gola dhe kemi dalë në vendin e tretë. Do të kemi përfundu. Kemi shpëtu. Kjo ka qenë përvoja ime e parë, e mandej kanë qenë këto klubet që cilët kanë qenë të rrezikuar me Bashkimi. Kam qenë treneri Bashkimit, po ashtu në një pozitë jo të lakmueshme, kemi përfundu si të katërt, domethënë kemi siguruar mbetjen. Ma pas kom shku në Renova, kemi lujt në Evropë me Renovën, jo më këthyr kom shku të Milano, kemi lujt në Evropë, edhe prap jo më këthyr të Renova, prap kemi lujt në Evropë, edhe prap jo më këthyr të Milano, prap në Evropë. Do më thonë, 2 herë me Milano në Evropë, edhe 2 herë me Renovën kemi lujt në Evropë, dhe tash çfarë mund të them, klubet organizuar jam i sigurt, prof. Edhe çu shkon me lujt në Evropë, për ty çu shkon? Un prej kësaj prizme ku Kosova nuk ishte drejt pjesëmarrje, nuk e ndisha veten mirë, por megjithatë përvoja ime atje ishte
ishte shumë e mirë me pjesëmarrje në organizim, pjesëmarrje në shumë seminare ndërkombëtare, të cilët mundsojnë një përvojë të hatashme, e cila nuk mund të kompenzohet me asgjë, nuk mund të krahasohet, nuk mund të vlerësohet me kur gjatë, nëse si aty kom pas rast me ndëgju ligjëratat nga trajnerë më të mëdhaj të Evropës në seminare që janë mbajtur. Vazhdimisht kom qenë prezent. Fergusonin, Ancelottin, Marcello Lippi, pastaj që është kohëve të fundit ka qenë edhe Guardiola, domethënë si njëri prej ligjërusëve të cilin Mourinho, Ranieri për shembull është njëri prej trajnerëve që më kalon përshtypje më të jashtëzakonshme, sepse është letë me vitu thojnë me Chelsea në titullin, po me Leicesterin është vështirë. Leicesterin është vështirë. Është ata ka thënë edhe Mourinho thotë trajneri më i madh që ka qenë Premier League Ranieri. Ashtu saktë është. Kjo është shumë e saktë, prandaj letë është mu bo kampion me Prishtinë. Nëse bosh me Besionën, ose nëse bosh me Ferizajnë, ose nëse bosh me ndonjë ekip, kjo është e arritje. Pa dasht, tash se Prof, i ke udhëheq 7 prej 10 klubeve që momentalisht gjenden në Super League. Cili klub kalon më shumë bresa ose te cili klub ke kalu pak më mirë? Duke largu Drenicën, se Drenica aktualisht Drenica është rikthimi i tretë. Në shqone, të gjitha klube kanë qenë atër ku kom shku unë, do thot, kemi tentu organizimin para së gjithash edhe gjitha kanë qenë të organizuar. Do të me përmend Dritën, se unë thuaj se nuk i përmendi këto sukseset me Dritën, kemi fitu kupën, po. Kemi qenë nën kampion i Kosovë. Nën kampion shumë ofër. Keni luftuar deri në fund për titull. Tash s'du me i përmend rrethonat, na është dashur me bë kampion me Dritën edhe kupën me fitu. Por orientimi që të fitohet kupa ka qenë insistimi i pronarit klubit, i cili ka dashur me u taku me Gjilan. Edhe kjo ka qenë sepse e dini se i thojnë në Gjilan, kur vjen se të dy ekipe kanë ra kategori, edhe publiku thoshte vim edhe na se s'mundem mu taku me një. Për ndryshe janë të dy klube fantastike, të dy klube vlerë e madhe futbollit kanë tifozëri fantastike me shumë kreativitet, ato pankartat që i shenë në tribuna, të dy grupe bojnë gara, kur është në pyetja ajo pjesa e humanizmit, edhe skifterët, edhe intelektualit, kanë rivalitet, tash po shoh që kanë rivalitet edhe sportiv, dhe kjo është pjesë vlerë për ligën tonë, dhe kjo është pjesë shumë e mirë, dhe po mendoj që Drita ka qenë shumë e posaçme, po mendoj që me pakës punë edhe organizim, unë mendoj që me Malishevën kemi mujt me bo klub evropian. Sepse presidenti i Malishevës ka qenë njeri i cili ka vizion edhe din me vlerësu. Por ja që ishte momentet e fundit kur jemi nda edhe unë kom vazhdu mandej me klub tjetër s'është tashti më rëndësi, por përmendi këto dy klube, për ndryshe ka edhe klube që s'kom pas, se kom përvojën e mirë në aspektin e organizimit, si do që tjetë, me Besionën kemi fitu titullin e kampionit, kemi fitu kupën e Kosovës. Edhe në atë kohë, prof ka pas shumë shikues edhe shumë kvalitet futbolli i Kosovës. Që të kohë kur u kon Drita, Gjelani, Prishtina, Besiana shumë të forta, 4-5 vjet e para mas luftës, mos më thon tash se pa lidhje, që atë kohë ka pas shumë lojtar më kvalitativ se çka sot në Super League. Po i ke vrejt që saktë është. Për shembull me Ubiliqin kemi pas ekip. Po, e mojmë me ekipin kategori e dytë, kemi në Super League, kemi fitu kupën. E kemi mujt kampionin, Prishtinën, që ka festu 70-80 vjetorin, atëherë ishte prezent Qiro Blažević, fatarët me festu, na fitojmë Prishtinën për kupën në stadiumin e qytetit, 3-1, po, edhe mandej
kampion shpallet Drita ka qenë atë vit. Mandej kemi fitu Superkupën me Obiliqin kundër Dritës. Drita dhe Obiliqi jemi taku për Superkupë dhe kemi fitu ndeshën Mitrovic me referimin e Sokol Jareci ka referu. Edhe na kemi fitu ndeshën, do thoti kemi pas ekip fantastik edhe Obiliqi. Po digjoni garat për kupë edhe në kampionat ka pak dallon, edhe pse në thelb përgatitja e ndeshjeve është e njëjtë si për kupë si për kampionat. Të dielën luan me Ballkanin, duhesh me përgatit si me lujt për kupë. Si duhesh me ngadni, duhet me nxjerr rezultat. E ki imagjinë e kupës më shumë për lufte. Është thuhet se unë me ekipe shumë të vogla ke arrit. Me ekipe të vogla kemi fitu. Unë s'kom thonë asnjëherë kom fitu, sepse se në vetë nuk mundet në sport me fitu. Kemi fitu kupën me dy korikun. Me dy korikun. Kemi fitu kupën me Kekun. Kemi fitu kupën me Kosovën e Prishtinës. Kemi fitu kupën me Besianën. Kemi luajtur finale me Ferizajt edhe me Dritën. Po. Do të thonë janë 7 finale që kemi luajt. Njëherë me Besianën edhe me Ferizajn në finale kemi hup në penalti. Po. Edhe të tjerët të kemi fitu me 2 klubet, po mendoj me 4 klubet të ndryshme, po. Prej klubet edhe ma të vogla, edhe pse gara për kup ka qenë interesante, atraktive, edhe ka pas shumë shikus gjithë finale, por nuk ka qenë me pjesëmarrje në garat europiane. Kështu që sot ka vlerë shumë. Sot ka vlerë ma shumë. Edhe me Drenicën. Po besoj që kemi se Drenica. Jo me Drenicën, po me cilin do klub duhet me synu dalja në Evropë, edhe unë mendoj që ekipet tona duhet një analizë e detajzuar ku është, cilët janë parametrat që na mungojnë që të jemi në Evropë. Ritmi i lojës, për shembull, të luhet me ritëm më të shpejt. Me shumë koncentrim, me shumë durim, me shumë vendosmëri. Më një kategori psikologjike të cilët na dallojnë neve prej ekipeve evropiane. Përndryshe, shumë shpesh teknikisht jemi shumë më të mirë. Manalt, po. Mandej janë ato faktorë pa njoftur në një ndeshje vendimtare, një lojtar i ekipit ton minutën e 15 kur njeh rezultate merr kartonin e kuq, që ajo zguxon mi ndodh, domethënë çdo gjatë duhet me qenë në kontroll, edhe startin në kontroll, ndërhyrja me kontroll, do të thotë me durim, edhe nëse është 2-0 për kundërshtarin, nuk do të thotë se në prej minutës 88 deri në 90 mundesh me barazu atë rezultat. Prandaj durimi do të me qenë faktori, kategori psikologjike e cila na dallon neve, na jemi shumë në gjak nxehtë dhe ky është problemi jon, kyç të cilin duhet shumë me trajtu në procesin stërvitor. Ruf, qysh e sheh garën këtë sezon Superligë edhe cilat janë ambicet e Drenicës? Në garën e shoh shumë të fortë, asnjëherë Liga e parë, kategoria superiore nuk ka qenë ma në nivel paraspesuar. Ma tash e paraspesuar nuk di se është herët me fol për cilësi tek ka starti është. Ta që po i dim Drita, Ballkani, Shin që janë shumë cilësar. Asnjë ekip që dorëzohet herët. E tashti, jo mu dorëzu, nuk besoj që do dorëzohen, sepse gjithë kanë investu, gjithë kanë marrë lojtarë nga jashtë, gjithë kanë të bu, dhe do t'jetë shumë vështirë për Drenicën, nëse analizoj unë Drenicën edhe të tjerë. Sepse Drenica ka fillu përgatitjet para 3 javë, derisa ekipet tjera kanë qenë fazën përgatitore të i përfundu, na kemi qenë të i mbledh lojtarë, sepse vonë është në shkruani marrëveshje për pronësinë e klubit, edhe mandej kemi gjetë në treg, me lavdimin kemi bisedu për 2 lojtar, kemi pas dilema, unë e kom pas dilema, lavdimi ka qenë më konkret në ofrimin e asaj çka unë dëshiroj, po unë nuk kom guxuar me marr për përgjegjësinë e cilësisë. Kërkesa ime ka qenë lojtarin me provu në fushë me pa, kurse lavdimi si çdo ofrues i lojtarëve dëshiron me siguru lojtarin edhe nuk dëshiron me qenë pjesë atyne dilemave, dhe normal që ndoshta betimi ja ka Frileta. Betimi cili betimi,
Po, Romaku, po, tash e kom, mirë, faleminderit shumë se më fal, po kërkoj falje se gjatë komendu. Ja. E Romaku ka qenë se sak. Me Romaku në kom bizitu edhe po vjen keq që një futbollist që më ka pëlqyer mu veç ka shku para kohës edhe tash kemi arrit që të bëjmë një 6-7 futbollist, jemi në kërkim edhe të 2-3 futbollistëve që të kemi në numër të mjaftueshëm. Nuk mund të themi që kemi startu mirë, po nuk mund të themi që kemi startu keq. Kemi luajtur një barazim, një fitore të vështirë dhe një ndeshje mbetur me dritën, të dielën luajmë me Ballkanin. Aty me Ballkanin dhe me dritën do të shohim cilat janë cilësitë. A mundet ky ekip me u përballë me këto forcat, me këto ekipe të cilët kanë bazë lojtarëve vendor aty, gjithmonë interesant lojtar Drenicës që luajnë një futboll shumë të mirë, shumë të bukur për sy me pa. Ndoshta rezultate madhore s'ka pas Drenica përveç një finale të kupës që mojnë në mend, po futbollin që luajnë është atraktiv. Gjithmonë Drenica ka ditë me zhvillu një futboll kënaqshëm për shikuesit, edhe ka një bazë shikuesve që nuk e tradhtojnë lehtë. Me siguri, tash në Drenicë janë thuajse pjesë dërmuese lojtarë të ri të cilët kanë ardhur dhe këta lojtarë të ri duhet të adaptohen në mënyrën, formën, sistemin, ngjyrën e lojës që kërkon Drenica. Një gjë e di që Drenica ka në këtë moment ka udhësin shumë të mirë, ka një president Faton Seferi i cili çdo gjë investon për vendin e vet, o kthy njëri për Gjermanisë me familje edhe mundohet me dhënë kontribut. Juteni pa edhe pas trafshin. Shumë ma modeste president tjerë, domethënë i pari ka punë, mi kry është jashtëzakonshëm. Më ka bërë shumë përshtypje. Për çdo ditë është me neve dhe jep kontributin, jep maksimumin. Pastaj kemi një grup lojtarëve të cilët vërtet janë shumë cilësorë dhe po mendoj janë futbollistë disiplinuar, janë të mirë para së gjithësh, edhe po japin maksimum. Kjo është e rëndësishme, sepse për neve fitore është kur japin maksimum, një rezultat. Sepse vjen një ekip i fortë dhe të mund të me shtridor, nuk diskutohet. Edhe kemi tifozërin jashtëzakonisht të edukuar, unë është i vetmi stadion ku nuk ndëgjoj sharjet. Ka ndodhur një rast me tifozët e Llapit edhe presidentin nesër më ka thirrje dhe ka ofruar thirrje edhe një mbledhje ka pas, sepse në realitet më herët kur ka qenë në tim ekipi Drenicës me tifozë kanë pas disa fërkime dhe ato janë reflektuar në këtë ndeshjen e fundit dhe janë marrë vesh që kjo zgjon me ndodh. Tash çfarë mund të them se kemi presidentin Seferin që është fantastik, kemi zëvendës presidentin Biringjikun Regjën që pa ndërprej është me njëve një burë që me vite ka kontribuar aty. Kemi drejtorin Qaush Dobrën që është po ashtu me neve që kujdeset për infrastrukturën, për çdo gjë që na nevojtet. Unë asnjëherë s'kam pas punë me ma shumë punë se sa Granit Koci i cili besom një 24 orë është me klubin. Ish kolegu i gazetar. Nëse është kolegu i Granit Koci, po kena punu në media, drejtorëve sportiv që unë nuk njoh me punën që e bën edhe me angazhimin që e bën, që është në gjendje 24 orë për klubin me qenë, sepse e di këto ditë në kara me punu shumë, edhe në mënyrë shumë të përpikt dhe ka shumë merita që Drenica në këtë moment ka këtë grup të futbollistëve që janë, sepse çdo gjë që kemi bë së bashku me Granitin, edhe pse gjithmonë po mundohen me u gjet behane në plazh por ju garantoj që Graniti është një prej profesionistëve më të mirë që unë kom taku, edhe që punën edhe për piknin që e bën ai në sport, sepse sporti kërkon këtë, është vërtet shembull i mirë që se si mund komponohet, se si mund të bëhet një ekip për një afat kohë të shkurtë. Kthehemi te loja e Kosovës, nesër luan Kosova me Zvicrën, çështë do të mos pori lista. Ato do të kompletuar, po ka prurje non stop, po ça bën përshtypje, vazhdon të pas numër të madh lojtarë që
rritë edhe kanë arrit për futbollit Kosovës me prek muajt që përmenë më herët Ermal Krasniqën, Alvin Ramonin e Mostelaj Mamirin e Vedate që janë Edoni. Çka duhet me thonë në këtë moment? Nuk mund me thonë a është dasht e don Zhegrova, këto mas miri e din ata, edhe Edoni në çfarë niveli kanë biseduar vetëm sa deklaratave. Tash mund të them që Kosova ka një përbërje shumë të fuqishme, ka përzgjedhjet lojtarëve dhe fusha është ajo që duhet me tregu nesër kush është më i mirë. Unë mendoj që Kosova ka një përbërje që mundet me nxjerr rezultat të favorshëm në Zvicër dhe ky rezultat është shumë i rëndësishëm nëse dëshirojmë të jemi pjesë e kampionatit botëror. Dhe nëse kemi parasysh se kemi një ndrim të gjeneratës dhe disa rezultate të luhatshme të Zvicrës, atëherë duhet jemi optimist në momentin kur Kosova thuajse asnjëherë s'ka qenë më e fortë. Domethënë është plotësisht e kompletuar. Po t'ishte edhe Zhegrova, t'ishte më mirë, por unë nuk e di formën e Zhegrovës sepse Zhegrova nuk ka paraqitje predatorit dhe ndoshta edhe është arsyeshme, por një gjë e di që kemi përzgjedhës shumë të mirë, i cili kontrollon grupin, një përzgjedhës që nxjerr maksimumin prej këtij ekipit, apo e përzgjedh mënyrën e lojës në saj të cilësisë lojtarëve që ka. Është i vetmi përzgjedhës që këtë e bën mas miri në bazë të lojtarëve edhe vendosjen edhe mënyrën e lojës e bën. Dhe kjo është një plus i madh për Kosovën sepse me këtë potencial duhet jemi optimist sepse ka potencial Kosova të kualifikohet në kampionatin evropian. E botnor. Domethënë pret rezultate pozitive në dy. Po, unë pres fitore dhe pres që ekipi të tregoj karakter në ndeshjen me Suedin, kurse nesër të tregoj dëshirë për fitore, nesër të tregoj angazhim përmes angazhimit një motiv shtesë që në stadium në tribuna do të ketë shumë tifoz shqiptar, sepse kjo ndeshje tash nëse analizohet do të vetë në tribuna, do të kemi thujase 50-50. Gjysë për gjysë do të jetë shqiptarë dhe zvicranë dhe të tjerët më stëm, kurse në fushë do të ketë një rivalitet ku ekipi Kosovës nuk ka që pse me respektu Zvicrën, sepse edhe nëse masim në vlera financiare nuk ka dallim të madh si këty në herë, por ne kemi një përparësi se kemi një seri të ndeshjeve me shumë sukses, kurse Zvicra ka një seri e dopt. Seri dopt. Ne kem 3 sulmues në top form, Muriqin, Ramonin edhe Aslanin. A është kokdhëmbje për Zecën apo ç'është më thon, mirë që i ka 3 sulmues që në formë? Përgjithësi i on ka edhe potencial, po ka edhe përvojë për kualifikim. Dhe kjo përvoja e tij është shumë e rëndësishme. Gjën në futboll, gjëja kryesore është përvoja. Përvoja e tij në momente kur i duhet ekipit të fitojë. Neve na duhet nesër me fitu. Nëse dëshirojmë të jemi të mëdhej. Domethënë me hi në pjesën e ekipeve pretendente për kualifikim. Kjo është nesër na duhet fitore. Dhe kjo fitore duhet të arrihet në sajt të përgatitjes së mirë psiqike ku karakteri e ekipit duhet me marrë shprehje. Domethënë, vetbesimi duhet me qenë prezent aty. Ata duhet të besojnë se mund të kualifikohen. Kjo është para së gjithës. Nëse për një arritje nuk jeni të vetëdijshëm apo nuk besoni, atëherë është shumë vështirë. Dhe nëse besoni, atëherë është pjesë motivuese e cila në aspektin psikologjik mundson të ndërton karakter të fortë. Me karakter të fortë ndërtohet kreativiteti, në momente vendimtare merr përsipër përgjegjësinë lojtare. Kjo është më rëndësi. Dhe
ajo pjesa kryesore është loja kolektive, e këtë lojë kolektive mas mire din me bo foda. Prof, na për karrierën tonë dhe futbollin mujna me full për ditë tona, po të falenderojmë shumë që ke gjetë kohë, me ndo të rrëfime edhe pe të kalu më pak. Me qenë pjesë e podcastit tonë, na të turu sukses këtë sezon me Drenicën, po edhe shëndet. Faleminderit shumë. Unë pata kënaqësi se kemi bashkëbisedu tamam pa ndonjë protokoll, pa ndonjë kufizim. Unë mendoj që shpejt jemi marrë vesh dhe nuk di sa kom qenë në shërbim të këtij Si gjithmonë. të këtij formati që ju po e prezentoni, kom po ato emisione më kanë pëlqyer të gjithë, po shoh ambient shumë sportiv, me shumë simbolikë të mirë, po shoh Faleminderit. pjesë ndërmuese të faneleve të ekipeve tona, ekipeve shqiptare, dhe jo vetëm të Kosovës, dhe është për shumë përballë kom Shkupin, Shkëndinë, kom Gjilanin, kom Rëpalla. Tash na ka mbet Drenicës edhe Drenicës na ka Drenicë mbet. nuk i keni atëherë unë Se- po testoj jashtë. Ja, sezoni- Tash u hi Drenica. Po, mirë. Tash Ti sezone do të me. Mirë, staftu. Atëherë ju ftoj që në herën tjetër me pas edhe Do të jem musafir Se. edhe do ta marrim dresën. Ju ftoj Gjithsesi. në Skenderaj sepse është kjo Ambient një jashtëzakonshëm. shumë i mirë. Po. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi, sinqerisht. Shikus të nderuar, pa harruar vi përmet sponsorët tanë Ermini dhe Golden Eagles, që jemi javën e ardhshme.